Luizi ditën e sotme ka vendosur që takoj Lunushin tek një vend shumë special plot alegri dhe frymëzim i artit simfonik, është pikërisht orkestra simfonike e cila në një performancë live duke bërë prova të ndryshme me njëri tjetrin e kanë ndezur atmosferën e cila bëhet me harmonike dhe me e gjallë. Pikërisht në këtë ditë Luizi ka zgjedhur pikërisht ta surprizoj Lunushin duke ecuar aty dhe mbi të gjitha duke i kënduar një hit të vjetër simfonik Lunushi e cila në ato momente po shehë hutura çfarë po ndodh rreth e rrotull dhe me vetull të ngrysur si duket nga gjendja asaj nuk i pëlqen muzika e bandës simfonike por asaj i pëlqejnë vetëm këngët e babi Luizit moment shumë i bukur ky ku Luizi e nxit dhe i heq vëmendjen duke e fokusuar te voglen e vet tek vet kënga që Luizi po i këndonte live. Ai në asnjë moment nuk e ka lënë të voglen sepse ajo ka dashur të rinë e krahët e babait të vet i urojmë jetë të gjatë vogelushesh që na zbukuron ditën kur e shohim e qofshin gjithmonë të pandar bab e bie edhe mami Kiara shikim të këndshëm të kesaj. Sekuencë kaq të bukur. Se cierra illusioni, su te deje como perdermi, se me pati tu fatti, se puni ai, te aliendaloi. Po tani si, të shkëpëntuar ka pimoj. Ma por unë nuk pyty të duhet fjallën ta me ta shkëpoj. Me ndo t'jallar si që më për të qëta. Se cierra illusioni, su te deje como perdermi, se me pati tu fatti, se puni ai, te aliendaloi. Po tani si, të shkëpëntuar ka pimoj. Ma por unë nuk pyty të Për të duhet rejat më fjallën të ta me ta fundit në politika, shkëpoj. bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh. Faleminderit nga stafi.